Profesori i njohur Enver Bytyçi ka komentuar përplasjen e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani me liderin serb Aleksandar Vučić gjatë samitit në Durrës. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare dha një koment të detajuar mbi përplasjen verbale që ndodhi ndërmjet dy presidentëve gjatë samitit rajonal të mbajtur në Shqipëri. Ai potencoi se nuk është hera e parë që Vučići ka qëndrime konfliktuale në samitet në të cilat marrin pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor. Madje ai tha se kjo qasje e Vučićit është më shumë për konsum të brendshëm politik brenda Serbisë, pasi kështu i konvenon Vučićit manipulator. Nuk është hera e parë që presidenti i Serbisë mban qëndrime konfliktuale në samitet rajonale e kohët e fundit dhe ato europiane. Të hënën ai tentoi që të shkaktoj përçarje dhe incidente politike në takimin e Bërdo Brionit, mbajtur në Durrës me të gjithë presidentët e rajonit tonë. Replikat midis presidentit Vučić dhe presidentes Osmani ishin të ashpra, për shkak se kreu i shtetit serb e akuzoi Kosovën për atë që ai e quan dhunë kundër serbëve dhe kërcënoi rajonin me luftë. Jam i bindur se kjo qasje e tij është për konsum të brendshëm politik brenda Serbisë. Vučić është manipulator i një lloji të veçantë, është një kombinim i Miloševićit, Šešelit, Karađiçit dhe Ratko Mladić. Përpiqet liqet edhe si Pashiq e Tito, por këta dy personazhe i përdor për kamuflazh. Të njëjtën gjë e bëri në Kopenhagen gjatë takimit të shefave të shteteve dhe kryeministrave të Europës para një jave, në mënyrë krejt e njëjtë u soll edhe në takimin e Durrësit. Kërcënimet e tij për Kosovën janë të vazhdueshme. Në të vërtetë Vučići po luan lojën e Vladimir Putinit në Ballkan. Retorika e luftës dhe e konfliktit nga ana e tij përshtatet presidentit rus, i cili dëshiron që të përhap panik në Europë për gjoja rrezikun që e kërcënon kontinentin. Përhapja e panikut është hapi i parë i suksesit për agresorët dhe diktatorët fashist. Kjo dëshmon se presioni i Moskës ndaj Vučićit ka bërë punë. Tashmë Rusia dhe Putin nuk flasin me gjuhë kundër presidentit të Serbisë. Përkundrazi, protestat në Serbi kanë nisur të i krahasojnë me ato në Kiev dhe Ukrainë në vitin 2014 kundër besnikut të Kremlinit Januković, thekson profesor Bytyçi. Krahas kësaj, ai mbështeti dhe përgëzoi qëndrimin e Osmanit në raport me retorikën provokuese dhe ofenduese të presidentit serb. Sipas tij, Vučići përveç Kurtit, Osmanit dhe pak politikanëve të tjerë, askush nuk e kritikon, as opozita, as Edi Rama në Shqipëri e as disa media në Kosovë. Vjosa Osmani është ndër të paktët politikanë shqiptar, së bashku me zotin Kurti e ndonjë tjetër të cilët e kundërshtojnë retorikën e luftës dhe të konfliktit që ndan presidenti i Serbisë. Nuk e kritikojnë këtë retorik as Edi Rama, as opozita e Kosovës. Ndërkohë në Kosovë ka mediume televizive, si Klan Kosova, të cilat lejojnë në studiot e tyre që të kritikohet ashpër aleanca ushtarake midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë dhe të interpretohet si një marrëveshje kundër Serbisë. Analistët shqipfolës të sulmojnë nëse ti vënë në dukje faktin se Serbia historikisht ka shkaktuar luftra dhe destabilitet në rajonin tonë. Jo, thonë ata në studiot e këtij televizioni, nuk është Serbia, por edhe Kroacia ajo që ka krijuar destabilitet. Në fakt debate në Durrës u zhvilluan edhe për shkak të kësaj marrëveshje Kosovë-Shqipëri-Kroaci, pasi që Vučići e vlerësoi këtë marrëveshje si shpallje lufte kundër Serbisë. Tutje profesori e konsideron se Serbia është në një pozicion të vështirë, andaj edhe Vučić po përmend luftën dhe retorikën e tij kërcënuese. Megjithatë, ai kërkoi nga Kosova që të përgatitet në aspektin e mbrojtjes dhe të mos nxitet panik për luftë. Me sa duket, Serbia gjendet në një pozitë tepër të vështirë. Premtimet e presidentit të saj për t'u afruar me NATO-n dhe Perëndimin e patën nervozuar Moskën dhe tani zoti Vučić i duhet të investojë dy fish kundër Perëndimit, që të rifitoj besimin e Kremlinit, ndaj edhe në retorikën e përditshme zë vend vetëm lufta, një luftë e cila nuk do të ndodhë kurrë midis Serbisë dhe Kosovës, edhe sikur në Kosovë të mos ishin trupat e NATO-s. Nuk do të ndodhë sepse në Beograd e dinë se tashmë çdo luftë me shqiptarët e kanë të humbur dhe serbët nuk kanë bërë e nuk bëjnë kurrë luftra të cilat i humbasin. Në kësi rashtesh, ata përpiqen të bëjnë paqe me ty, prandaj edhe Kosova duhet të vazhdojë të përgatitet për mbrojtjen, pa patur nevojë të krijojë panik me luftën. Sa më shumë të forcohet mbrojtja e Kosovës, aq më shumë zëra do të ketë në Beograd për të folur për paqen me Kosovën. Kësaj besoj se diplomacia e Kosovës është e suksesshme nëse vazhdojnë investimet në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe nëse ruajnë marrëdhëniet e mira në këtë fushë me SBA-n, Britaninë e Madhe, Gjermaninë dhe Turqinë, nënvizoi Bytyçi. Kurse sa i përket diplomacisë, Bytyçi konsideron se Vjosa Osmani po e luan një rol kyç me aktivitetin e saj, derisa po tregon se është shembull në Kosovë se si duhet bërë politika e jashtme.
Diplomacia rutine e përditshmërisë duhet të jetë aktive për ta demantuar çdo akuzë që kreu i shtetit të Serbisë dhe zyrtarët e tjerë të Beogradit bëjnë kundër Kosovës dhe autoriteteve të saj drejtuese. Diplomacia dhe aktiviteti i zonjës Osmani është modeli i sotëm që duhet ndjekur nga çdo kush në Kosovë. Ata zëra të Kosovës që kritikojnë qasjen e Vjosa Osmanit në diplomaci janë zëra që paguan kundër vendit tonë. Për këtë kam bindjen plot, vetëm armiqve të Kosovës, qofshin këta shqiptar, nuk u pëlqen rezistenca që po bën presidentja në tavolinat ndërkombëtare kundër diplomacisë së shpifjes dhe të akuzave serbe.